po ky është fakt, është dëshirimi. Ky mendon që do fitoj me dyra të kitit po shtëpisë të rrugës së Sarit, e kupton? Ky problemi shumë i madh. Që ai tha që problemi i madh është plotësimi i sallave do të çështësh. Jo, përveç kësaj. Ja parti një individ më burr. Një emigrant nuk e merr dot në zor ta çështën. Jo, okej, po nuk sfumohen personalitetet e tjera. Se ti ke, ja ta themun. Ti ke pedagog, në sekond. Ti ke pedagog në grupin parlamentar. Ja të themun. Në grupin parlamentar të Partisë Demokratike në 2021, nja 15 minimumi prej tyre, se s'duhet hyti numroj tani, ishin pedagog universiteti. Po janë zero për para Berishës. Nuk sfumohen kaq lehtë. O zotri, po tjetër gjë Berisha. Po them që nuk sfumohen këto personalitetet e tjera. Janë pedagog universitet do të jetë më shumë se kaq. Madje ajo që është astronaut nuk bëhet dot. Jo, ose dikush mund të jetë avokat, ose dikush mund të jetë mjek, ose dikush mund të jetë profesor. I keni përjashtuar pra edhe nga listat, edhe disa figura që kanë qenë le të themi të pranueshme për shoqërinë. I keni përjashtuar, lutem. Keni bërë një krahasitje të frikshme në momentet e fundit të listave. Atëherë ja të shpjegoj diçka. Unë në këtë fushat me shumë gjasa do angazhohem në zonën e Kamzës dhe Paskuqanit me deputetin aktual Petrit Dodën. Shumë prej opinionit publik nuk i thot asgjë emri i tij. Besoni, është basen votash, është hambar elektoral në terren. Në terren. Pse? Sepse është nga ata njerëzit, ka dy lloj politikanësh brenda një partie. Ka politikanë të skenave mediatike, ka dhe politikanë terreni. Tani, që ka treguar jo domosdoshmërisht që ekrani të bën të dashur edhe në terren. Jo zonë kam sepse jo do shkosh në Deputeti Petrit Doda ishte i 30 në listën e PD-s 2021. Doli deputet me votë hapur. Me sistemin e votave të hapur. U bë deputet me votë preferenciale. Pse? Se pavarësisht se ishte i 30, ai votuesi shkoi dhe votoi për të. E mora si shembull Petrit Dodën, jam i bindur do bëhet prapë deputet. Është në listë e hapur sërish. Prapë do bëhet deputet sepse është në njerëzit, është pranë votuesve. Po pranë votuesve më shumë se sa Rakipi. Marrë një shembull tjetër. Ilira Alimeti. Tani nuk më thot dot dikush. Po bën reklam politike. Po bën ftesë për vota. Nuk më thot dot dikush që Ilira Alimeti, nuk më thot dot dikush që Ilira Alimeti sfumohet në PD. Ilira Alimeti identitetin politik dhe publik nuk e ka prej Berishës. Jo, është në listën e hapur. Unë mendoj që ai është një nga basenet më të mëdha të votave të Partisë Demokratike në Tiranë. Mendoj unë jam i bindur do jetë deputet sërish. Jam i bindur që do jetë ndër më të votuarit në listën e PD-s, ndoshta edhe më i votuar në listën e Tiranës. Kjo është bindja ime personale. Si ke disa emra të fortë në listën e hapur, dhe Jorita dhe Bako. Patjetër, por e kanë prandaj them që dy kanë qenë element le të themi. Shiko, e kisha në këtë kuptim. Mora dy shembuj, njëri shumë terreni dhe njërin imazh publik mediatik jo se s'mund ta Doda është tjetër gjë. Shiko, Kamza është tjetër gjë sepse Kamza është thyr tani e para. Ju e dini shumë mirë, nëse unë kam qenë 2013 për shkak të kryetarit bashkisë që ka nga dhe ka një lloj Partia Socialiste thua Helena. Dhe Rakip Suli është një ndër njerëzit që është përveç se ka punuar shumë, dakor. Ti je shef për ditë, është tjetër gjë ta shohësh me kështu se ti e ke këto entuziazmin të që nuk të mungon, ka mund vjen shumë keq. Ta shohësh konkretisht. Ta do vjen mirë. Jo, vjen shumë keq sepse mënyra se si e thot. Të shkosh në Kamz sot, para shumë vitesh, para 10 vitesh në Kamz, të shkosh sot në Kamz, ka patur një lëvizje të jashtëzakonshme dhe një rritje. Po të shkosh vetëm shkollat dhe kopshtet, dhe qerë ti shikosh në Kamz, ti nuk e mendon mandatin, ndoshta prandaj është përkthyer ashtu Elena. Po procesa, vota s'është mandat për të vjedhur, se këta e kanë interpretuar gabim. Ne e kemi interpretuar po çfarë? Vota s'është mandat për të vjedhur më. Vetëm mos ndalni te Kamza se po jo, po i marrim sepse aty e mori si element dhe çoi një element atje. Mora dy shembuj për të thënë tjetër gjë. E njohim të dy Kamzën. Shiko, mora dy shembuj për të thënë tjetër gjë. Që personaliteti politik dhe pjesën e gjitha vendet ndodhen. Partitë e reja, një nga arsyet pse nuk marrin vota është edhe kjo. Nuk është tani ti del nga PD-ja fjallëbie, se ti spranon maksi pushtetin e kryetarit dhe bëhesh kryetari një partie tjetër i pavotuar, po ti ishte se i pavotuar. Jo, ti nuk pranon sfidën, jo maksi pushtetin, se ti po thua Ali, doktori Dodali. Po çon si ka më duket ai është i pasigurt, duket kush ka dalë apo doja për këto punë. Unë jam duke ka PD kanë tre parti. Tani s'del nga PD-ja se sto pse dalin para të Atlantikët. Se kjo është Libia i shehur. Se ka logjik të mësuar se po dal nga PD-ja, se s'po pëlqen fakti që Berisha është autoritar dhe pastaj krijon partitë tonë. Po tani mas 20 vitesh, sepse ata ti po thua janë pjesë. Ata që bën gabim, ata që thon. Mirë, do të bëj pyetje ndryshe. Helena që do bëj pyetje ndryshe. Mendoni që krijimi i partive të reja ishte një lajm i mirë për demokracinë, për mundësitë, për alternativat që i ofrohen i ofrojnë popullit shqiptar për të zgjedhur në zgjedhjet e 11 maj 2025, apo
kjo gjë mund të dobësoj Unë komentin në këtë kam shumë të shkurtër. Apo mund të dobësoj opozitën për të mos patur që ta ndajmë çik dhe kohën televizive. Pa merak, për mos patur një se ne vetë si ne kemi vot pa. Deri tani gjithë të jemi sinqert, gjithë e keni marrë kohën, nuk keni patur nevojë. Nuk e kemi ndarë, kështu që jemi pak personalisht mendoj që partitë e vogla janë lidhen pak edhe me këtë traditën e shëmtuar që kemi ne për të qenë pari në një gjë dhe kemi të vështirë të kontribojmë dhe pastaj edhe zhdukemi kur nuk i kemi pozitat e sigurta, siç ka ndodhur të rrjedhjet edhe këto përçarje jashtëzakonshme brenda Partisë Demokratike. Jo, sepse partikulari kanë ndërtuar. Mund të rishë në listën e hapur nëse i zoti dhe del. Dhe këta po të ishin gjithë të mirë, Po ti s'doje partikulatarit e unë, krijon partikulatarin vet. Më fal, nëse do